Qysh me dallu që është problem si njeriu ka problem psikik dhe apo njeriu ka problem me sehir apo me xhin. آخر سؤال ما هو معيار كيف يمكن أن نفرق هذا يحتاج ليلة كاملة do të ka nevojë një natë plot me fol për këtë temë. لأن الأمر مرتبط بالأمراض العضوية والأمراض النفسية. Sepse çështja ka të bëjë domethënë edhe me sëmundjet organike edhe me sëmundjet shpirtërore. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا أن العين قد تقتل الرجل. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi se mysyi ka mundësi me mbyt njeriu. Kjo është ndikim organik. وقد يصاب الإنسان بجنون بسبب العين. Mysyi ka mundësi me shkaktuar çmenduritë e njeriu. والسحر أيضا ليس فقط لتفريق الزوج من زوجته، مجالاته واسعة. Edhe sihri njëjtë nuk është roli i sihrit vetëm ndarjen e burrit nga gruaja, por ndikon shumë dimensione. Thot ka për llojeve të sihrit që e çmend njeriu, çmendja domethënë është për sëmundje psiqike. Thot ka mundësi deporton gjinin e trupit njeriu edhe njeriu të ketë lëvizje bipolare domethënë, edhe thënë për shembull konstatojmë një se është personalitet me bipolaritet domethënë, personalitet bipolar. Shizofren. Po. Thot vjen një njeri te mjeku thotë kam domethënë halucinacione, domethënë dëgjoj zona, shoh hije. Mjeku domethënë ka më konstatuar se ka halucinacione, domethënë vizuale ose audio halucinacione. Ne I themi se ka mundësi me kompensë sepse ka ser I cili shkakton halucinacione. Që ka ndodhur dhe Musa alayhis salam kur u shpallafaqu me magjistarët e faraonit, do litarët e thjesht u shndruan në ngjarpëri, domethënë halucinacion. Ne po na themi për shembull, mjeku thotë se kjo është halucinacion, ne themi që është seher. Domethënë shkon te mjeku dhe thotë këto janë halucinacione, vjen te unë them kjo është seher. يذهب عند الطبيب يقول أنت عندك Thotë shkon ki rasti tjetër domethënë thotë mjeku psikiatri thotë ki skizofreni ose bipolaritet. Vjen te unë them jo ti ki gjën se gjeni kanë flet në emën trupit tan, kanë herë të liron flet trupi jot. من الصادق هنا؟ Kush është ai që është I sinqert këtë rast? إذا كان الراقي فاهم في هذا الباب يكون هو الصادق. Nëse rukjegjia këtë rast është me përvojë, është I sinqert, është I ditur, ai është e vërtetë është me të. Sepse rukjegjiu zakonisht nëpërmes pyetjeve e bën diagnostifikimin e gjendjes së tij. Masën nëpërmes rukjes e bën konstatimin e rastit të tij edhe nëse domethënë me rukje domethënë largohet gjini nga trupi I tij, faktikisht stabilizohet gjendja e tij psiqike e këtij njeriu. Atëherë themi këtij mjekut ku është skizofrenia procenti I fortë. Tashmë ka dy karaktere, dy bipolaritete. مثله مثل الصرع. E njëjta është domethënë me epilepsinë. نعم. العلماء قديما يقولوا الصرع نوعين، إما من الأرواح الخبيثة ولا من شيء طبيعي. Shkencëtarët kalima kanë thënë domethënë edhe epilepsia është dy lloje, ose është domethënë për shpirtave të këqij, ose është organike. Mjeku për shembull thotë s'ka dy lloj, është një lloj domethënë, edhe veç për çat lloj kam ilaçun e jap qetësues edhe në çat formë do të trajtoj problemin. E kur dhe hoxhës ti çka thuj them hoxha, unë filloj me pyet, I kënej Kur'an, nëse nuk ka reagime, atë them po, fjala e mjekut është e saktë. Nëse ka reagime them që nuk është epilepsi organike, por është epilepsi nga sulmet e gjinëve. Thotë nëse vjen një njeri me epilepsi thotë çdo ditë tentë, është ora 5 kam sulme. I themi na kjo është njëra prej simptomeve që tregon se ky njeri ka sulme nga gjini, se s'mund të marrë epilepsia çdo ditë, në njëjtën kohë. Kur fillojmë na me këtu Kur'an pas tek këtij rastit, ai alivanoset edhe fillon me fol, për shembull, gjuhë tjetër, jo gjuhën e vet. Fillon me fol gjuhë zoni I plakut, jo zoni I tij. Edhe kur fillojmë na me bisedu nga presioni I këndimit Kur'anit te ky rasti, te ky gjini, thot po para një vjetit që këtë ditë tentë në ora 5 ki ka hudhë zjarm ose ka hudhë ujë nxehtë edhe më ka përblu djalin, gjini thotë edhe. Edhe tash andaj na çdo ditë tentë në ora 5 e sulmojmë këtë njeriu si hakmarrje për dëmin që ka bëu fëmijës tën. E kur na I këndojmë Kur'an edhe ditërojmë atë me dalë për njeriu, e shtohet djali, I themi djalë çot e mjeku tash shifë çka më konstatuar mjeku. E tash mjeku kam konstatuar se tash mos ki epilepsi. I themi na normal që s'ka epilepsi, sepse epilepsia e tij ka qenë organike, ka qenë për shkak sulmit gjinëve. Thot na I themi mjekëve, është e vërtetë se na nuk mundemi me ditat që dini ju që keni mësuar brenda 10 viteve si në mjekësi. Mirë po thot na I themi atyme, thot hajde se na mund na më ju dhon diçka, domethënë që e kemi na se keni ju, edhe më ju ndihmon profesionin e juve. Edhe mëse më dhon pacientit domethënë me 10 kokra ilaçe, më dhon sa më pak ilaçe që kanë veç dobi mos të keni fardami për atyre ilaçeve që do jep një ndërmë. هل يمكن أن أضيف قصة هكذا لطبيب ذكرها؟
A mund ta shtoj një tregim me një mjek që ka Po, ndodhur? ne shumë kena dëshirë tregime, كنا 2 في 3. دورة ممكن يكون قصص يعني قصص يهمنا. كنا في دورة للأطباء في تونس. Ishim në trajnim në Tunizi, ku ishin 20 mjek, domethënë edhe mjeke, 5 për tyre ishin domethënë neuropsikiatër. Kur I tregojshim na tregimet të rrëfimet ndodhive që kanë ndodhur domethënë për vojën tonë, ata fillojnë me qesh edhe me tregu habit, thoshin edhe neve na kanë ndodhur tregimet tyra, më mirë po si kena kuptuar këtë formë, si kena dhënë kësi lloj trajtimi. فقال أحدهم قصة هو كبير في السن يعني حتى تقاعد هذا الرجل. Një mjek për tyre që ishte më plaku, bile ka dalë pension, e tregojnë një rrëfim. Thanë يعني është një grua, يوم الجمعة ما تستطيع أن تنام أبدا. është një grua që ditën e xumës s'mund me flet hiç. Të shkova edhe mora me vetë një injekcion, valjo, që e shtin gjumë domethënë. Ja dhash një injekcion edhe shkova, se kam me zonë gjumë, se injekcion I fort. Po da. Thunë nesër ti familje vetë s'ka flet, shqipe s'ka flet. Subhanallah. Të shkova ja dhash një injekcion, 2 fishin asaj të paras. Elefantit më ia dhon e shtin gjumë. اتصلوا قالوا ما نامت. Thirrën atë thanë s'ka flet. Të herën e tretë shkova me vetë kisha një musaf të vogël me vetë në xhep. طبعا ليس دليل أن الناس يضعوا مصحف في الجيب من أجل شيء معين. Atë nuk është argument se lejohet me musafin në xhep për ndaj dobi, para se mi ra zilës, doli burri ose gruaja së dera, po thot gruaja jeme, thuj doktorit në ta nxjerrë musafin që e ka në xhep. Thot ka e mur vesh që ka musaf. هذا شيء غريب قال. Thot është u çudita unë. قلت له ما تفسيره قال Tha përpara se kuptoesha këtë çka ndodhi, ama tash me këto mësime që na dha ju neve, tani kam filluar me kuptu. قال اسمع يا شيخ ماذا أقول لك الآن. Tash frik ngo hoç çka kam të thon tash. Thot shefe, çka thot mjeku tash, thot edhe kur hinon te pacienti, fillova me pyet, çka ka ndodhur, si ka ndodhur kjo. Thot unë punoj. Edhe gjumon ku marrti punë, e lodh, se Tunizi domodin edhe gjumon punohet, faktikisht nuk ka respekt për gjumon, se shtet kon diktatorial komunist. Thot dhe kushtina me flet me pushu, e lodh pi punë, koshit do thot ziheshin me zveti, glindeshin me veti me zot nart. Edhe unë fillova domon nga nervoza mi shoh ata, po e shohja edhe Zotin. E njerë me shohën është kufër deri pe fe njeriu. Thot edhe kur rash me flet mas këtij rastit, thot në ndër e po është njëri shumë zi katra me tesha të bardha, me shamin kokë, me domethën shall kokë, thot ma futi në shqipllak të fortë, thot edhe më pe asaj dite asnjë ditë gjumos ku mund të me flet. Veç ditën e xhumës. Po kjo ka thënë denim është për shajtmin tonë. E I thash unë tash doktorit, e çka thu tash për shembull për këtë, thot sigurisht është kanë gjin musliman, ka ardhur ka hakmar për atë që ka shoh Zotin domethënë. E themi edhe na, domethënë nuk mundna me vërtetu 100% këtë rast, po supozojmë se çashtu ka ndodhur, domethënë ka qenë gjin musliman që ka hakmar asaj për këtë gabim të madh që e ka bën jetën e vet. Thot lënë hoç tregimet tona domethënë, po të pes ty si mjek tash. Si ka mundsi ajo injekci? Çaq e fortë e para e dyta. Mos me pas efekt domethënë kur ju ketë dini se domethënë ajo efektin e ka të jashtëzakonshëm, jo njëri, po edhe në kafshë më të fortë se njeriu. Si e komenton jo që s'ka efekt? Thot nuk kemi koment, thot e mshelim si rast, e mbyllim dosjen pas sqarim. Jetë që ashtu domethënë rasti i paqartë. Fillon tash mjekët me kallëzu tregime ndryshme, çuditshme, dikush thot gjatë anestezionit, dikush thot gjatë në dhomën e operacionit, sallën e operacionit, tregime çuditshme, thoj s'mushmi mi kuptuan atë kona. Na lutim Allahun që mjekët musliman të mësojnë edhe për kësaj lëmies, no, e që të vërejnë gjona për shembull që se ne vërejnë ata që si mësojnë këto mësimet tona. وهدفنا كلنا المحافظة على المريض. Qëllimi I ketë neve edhe mjekëve edhe neve është domethënë me pas kujdes, trajtim të saktë dhe shnosh për smurin. بأقل الخسائر. Domethënë me humbje minimale, se para se me hap kokën, trunin, apo me hap barkun me operacion, apo me heqnë organ domethënë pa nevojshëm. I themi na ka dalë mos ngut se ka mundësi mos më qenë domethënë simuli organike, ka mundësi më qenë në mysysh në seher, se sa raste që është diagnostifikuar domethënë se duhet operim, duhet largim të një gjymtyre apo organi me trajtimin fetar domethënë është konstatuar pas një kohë se s'ka nevojë për operacion.